Përshëndetje, të nderuar, nisim mbledhjen e grupit parlamentar Partisë Demokratike. Fjala për kryetarin e partisë, profesor Dr. Sali Berishën. Mirëdita dhe përshëndetje zonja deputete dhe zotëri deputet. Më ktheva nga një konferencë rajonale e Partisë Popullore Europiane e organizuar në Sarajev, në të cilin mirrin pjesë kryeministrat e Kroacisë, Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi, kryetari i Parlamentit të Serbisë, sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMN-s dhe nga Shqipëria isha unë me zonjën Vokshi dhe Enriçenon. Konferenca u kryesua direkt nga presidenti i EPP-s Manfred Weber dhe ishte një ngjarje shumë e rëndësishme për rajonin, ngjarje e cila dëshmonte angazhimin e madh të Partisë Popullore Europiane për të mbështetur forcat politike anëtare të kësaj partie në përpjekjet e tyre për procesin e integrimit të vendeve tona në Bashkimin Evropian. Natyrisht, në këtë konferencë paraqita pasi falënderova sepse në një harë kohore të shkurtër ky ishte aktiviteti i tretë madhor që organizohej për Ballkanin Perëndimor. I pari ishte konferencë e kësaj natyre në Mal të Zi, e dyta ishte misioni faktmbledhës shumë i rëndësishëm që dërguar në Shqipëri dhe së treti konferenca në Sarajev. Në fjalën time u ndala në regjimin autokratik apo diktaturën autoritare të bazuar në farsën zgjedhore, në lidhjet me krimin dhe korrupsionin e madh dhe kartelin e drogës. Sigurisht një rëndësi të veçantë ose një pjesë të veçantë i kushtova lidhjeve të regjimit me drogën dhe kartelet e drogës, gjë e cila tashmë ka marrë njohuri ndërkombëtare. Por kryefjala e fjalës time në Sarajev ishte Shqipëria në sallën e urgjencës. Unë paraqita situatën reale në Shqipëri, ku dhjetra mijëra dhe qindra mijëra qytetarë janë ngritur kundër regjimit, janë ngritur me kërkesa të drejta, dorëheqjen e Edi Rams dhe anullimin e atyre ligjeve që janë një shkelje flagrante e ligjeve kushtetuese të vendit dhe direktivave kryesore të Komisionit Evropian për mjedisin, për trashëgiminë kulturore, për mbrojtjen e natyrës. Denoncova me forcën më të madhe qëndrimin e papërgjegjshëm të Edi Rams ndaj protestuesve dhe kërcënimet, talljet, fyrjet, etiketimet që ai u bën
që i bën protestës rinore qytetare më të fuqishme që ka njohur vendi. Kërkova nga drejtuesit e Partisë Popullore dhe të pranishmit të ushtrojnë të gjithë autoritetin e tyre në mënyrë që kriza e thellë që ka përpir vendin, që tashmë ndodhet në sallën e urgjencës, të zgjidhet në mënyrë paqësore, largimin e Edi Ramës, krijimin e qeverie teknike për të përgatitur zgjedhjet e reja. Kjo ishte rekomandimi im dhe pat shumë interes edhe gjatë fjalës dhe pas fjalës për situatën në Shqipëri. Unë kërkova mbështetje ndërkombëtare për këto protesta, duke siguruar audiencën dhe bashkëbiseduesit se diktatorët nuk marrin vendime të drejta. Setapi i tyre psikologjik, lidhjet e tyre të tmerrshme me krimin, nuk i lejojnë ata asnjëherë të marrin vendime të drejta. Ndaj dhe qytetarë shqiptar duhet të ndihmohen, nuk duhet të shkohet hapa tjerë mbrapa nuk mund të përdoret dhuna dhe asgjë ndaj tyre përveç për plotësimit të kërkesave politike. I informova audiencën se kjo protestë nuk është e thirrur nga Partia Demokratike, por mbështetet plotësisht nga Partia Demokratike. Dhe shpjegova arsyet, për kërkesat janë shumë të drejta, ndaj dhe ne qëndrojmë në mbështetjet këtyre kërkesave. Të dashur deputetë dhe deputet, unë do ndalem pak këtu për një briefing tuaj, por dhe të qytetarëve shqiptar, lidhur me pse ne mbështesim plotësisht kërkesat e parashtruara nga qytetarët me një deklaratë të tyre serioze. Ne mbështesim largimin e Edi Ramës si një armik i egër i kombit shqiptar, i demokracisë, integrimit dhe të ardhmës së Shqipërisë. Partia Demokratike ka mbështetur dhe mbështet Edi Ramën si një narkodiktator i cili zgjodhi si rrugë për të qëndruar në pushtet shtypjen e pluralizmit politik, arrestimin e liderëve të opozitës në vitin elektoral, transformimin e zgjedhjeve në farsë zgjedhore, bashkëpunimin e tij të ngushtë me kartelët e drogës, me krimin, plaçkitjen e pamëshirë të pasurive të shqiptarëve, mbrojtjen e verbër dhe shkelmimin që u bëri kërkesave të prokurorisë speciale për arrestimin e hajdutës më të madhe në historinë e Shqipërisë pas Edi Ramës, që është Lubi Balluku.